Shpërthimi i fuqishëm Tritoli në hyrjen e një pallati në qytetin e Shkodrës humbi jetën në spital 67 vjeçari, policia dyshon për atentat. Qyteti i Vlorës, 4 ditë pa ujë të pishëm, banorët e revoltuar protestojnë tek bashkia. Autoritetet thonë se furnizimi do të rikthehet shumë shpejt. Albin Kurti siguron fitore bindëse në zgjedhjet parlamentare. Vetëvendosje merr mbi 50% të votave, partitë e opozitës humbasin thellë. Kreu i gjykatës së lartë Sadushi deklaron drejtësia përballet me mungesë magjistratësh. Qytetarët vuajnë pasojat e zvarritjes së çështjeve. Sot vëmendja në ekranin e Vision Plus për gjysmëfinalen e fundit të spektaklit të talenteve, do të mësojnë emrat e 2 konkurrentëve që do të prekin finalen e madhe. Ora 19. Mbrëma nga Vision Plus, ky është edicioni kryesor i lajmeve. Banorët e një pallati në qytetin e Shkodrës u tronditën mëngjesin e sotëm nga shpërthimi i fuqishëm i Tritolit, që i mori jetën një 67 vjeçari. Fillimisht u dyshua se shpërthimi erdhi nga kabina e matësve elektrik, por policia zbuloi gjurmët e lëndës shpërthyese. Ngjarja që mund të kishte patur pasoja edhe më të rënda po hetohet si një atentat ndaj 67 vjeçarit. Një 67 vjeçari identifikuar si Hysni Ymeri humbi jetën si pasojë e një shpërthimi të fuqishëm në hyrjen e pallatit ku ai banonte në lagjen Manusha Limani në Shkodër. Ngjarja e rëndë u regjistruar rreth orës 10:10 minuta, ku burime nga grupi hetimor bëjnë me dije për Vision Plus se kemi të bëjmë me shpërthim Tritoli, ndonse në njoftimin paraprak për ngjarjen, policia tha se ka shpërthyer paneli matësve të energjisë elektrike. Hetimet ndryshuan pistën e ngjarjes, pasi dhe vetë OSHE reagoi duke sqaruar se boksi matësve nuk shpërthen, por në raste defektesh merr zjarr. Kjo ngre më shumë dyshimet për një atentat të mundshëm dhe lënda plasëse dyshohet se është vendosur në sahatet e energjisë. Për këtë qëllim nga Tirana mbërriti grupi i posaçëm i Forcave Gjenjo, që me grupin hetimor po punon për zbardhjen e plotë ngjarjes. Hysni Ymeri jetonte në katin e 4 të pallatit me bashkëshorten, e cila mësohet se ndodhet në spital në momentin e ngjarjes tragjike pasi është semor. 67 vjeçari ka qenë duke dalë nga pallati kur ka ndodhur shpërthimi. Pista e parë e hetimit ku policia dyshon është ajo e gjakmarrjes pasi në vitin 1995 vëlla i viktimes është përfshirë në një ngjarje kriminale në Shkodër. Njësia antieksploziv pritet të përcaktojë dhe llojin e lëndës plasëse, si dhe nëse kemi të bëjmë me shpërthim të telekomanduar për shpërthim në distancë përmes celularit. Shpërthimi i cili mund të rezultonte fatal për shumë nga banorët e pallatit që banojnë aty ka qenë i fuqishëm, sa ka shkatruar plotësisht kutinë e matësve të energjisë në hyrje dhe disa pjesë metalike në shkallë. Banorët të qytetit të Vlorës kanë protestuar për mungesën e furnizimit me ujë prej 4 ditësh, duke tentuar të hyjnë me forcë në selinë e bashkisë. Të irrituar qytetarët kërkuan zgjidhje, ndërsa profesues të pushtetit vendor dhe drejtuesit e ujësjellësit thanë se furnizimi mund të rikthehet shumë shpejt. Në Vlorë, qytetarët e shumtë mblodhen në protestë para bashkisë pasi prej 4 ditësh kanë mungesë të furnizimit me ujë. Me bidona me duar ata kanë kërkuar zgjidhje të problemit të ujit të pishëm. Përplasje pati edhe me policinë për shkak se protestuesit kërkuan të futeshin në brendësi të bashkisë, ndërkohë që qelluan edhe me vezë në drejtim të godinës. Ata thonë se kjo situatë është e papranueshme për ta dhe për qytetin dhe se po dëmtohet edhe biznesi. Ujë ka plot, po në qytetit s'ka ujë. Kjo, shiko, a kopjohet njeriu, rregullohet njeriu, rregullohet. Po kjo nuk rregullohet, nuk ka kopjohet dot. Ka torno, ka landra, po duan e bëjnë, po nuk duan të argjoj para, nuk duan të presin rahat në atyre. Duan të futet të firma se marrin parat me njëri tjetrin. Jemi përpara një situate ku furat e bukës paktën nga komunikimi që kemi janë duke furnizuar me botë ujë, me ujë të i cili nuk është i sigurt. Të gjitha lokalet, baret dhe restorantet janë duke furnizuar me ujë i cili nuk është i sigurt. Pra jemi në kushte alarmante ku siguria dhe jeta e njerëzve është realisht në rrezik. Ndërkohë protesta është vendosur në rrugët e qytetit ku për disa orë është bllokuar një prej segmenteve kryesore, ai që të çon në drejtim të spitalit tek zona e Ish-Kapelës. Mes protestuesve ka mbërritur dhe drejtuesi i ujësjellës kanalizimeve Florent Shohi, si dhe drejtuesi i ujësjellësit të Vlorës Ermal Murati. Ata kanë garantuar qytetarët se problemi do të zgjidhet dhe qyteti do të furnizohet me ujë shumë shpejt.
finale janë duke ardhur. Dhe sonte qytetarëve në mesnat do rikthehet furnizimi me ujë atë. Kjo është fjala ime. Qosa ashtu, hajde do takona përsëri për të kënë. Sot në mesnat. Pas 2 ndërhyrjeve ku tentuan një zgjidhje alternative, presioni i lartë i ujit ka shkaktuar sërish çarje të tubacionit, duke bërë të pamundur rikthimin e furnizimit. Pas ditën e kësaj të hënë në aeroportin e Rinazit kanë bërritur nga Stambolli pajisjet e nevojshme për zgjidhjen e problemit. Më herët gjatë ditës kryeministri Rama u shpreh se shkaku i mungesës së ujit lidhet me pajisjet e vjetra të instaluara rreth 16 vite më parë, të cilat ishin jashtë standardeve teknike, çka solli dhe shpërthimin e ujit. Albin Kurti duket se do të qeverisë pa patur nevojë për koalicion me opozitën. Partia e tij ka arritur të marrë një fitore me mbi 50%, ndërsa mbeten për të numëruar votat e diasporës dhe ato me kusht. Partitë opozitare kanë shënuar humbje të thellë në zgjedhjet e djeshme. Lëvizja vetëvendosja Albin Kurtit fitoi bindshëm zgjedhjet e parakohshme të 28 dhjetorit me rreth 50% të votave. Menjëherë pas shpalljes së rezultatit paraprak nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, në selinë e vetëvendosjes në Prishtinë shpërtheu festa. Me një deklaratë për mediat, kryeministri në detyrë Kurti shtroi prioritetet për legjislaturën e re. Me 9 shkurt si vjet fitoi lëvizja vetëvendosje me partnerët. Me 28 dhjetor 2025 fitoi populli i Kosovës dhe Republika. Urime fitoria më e madhe në historinë e vendit. Tash na presin shumë punë përpara, rezultati sotëm na ka bërë të qartë që duhet të ecim përpara pa vonesa. Ftoj nga tash partitë opozitare për bashkëpunim në kuvend për marrëveshjet ndërkombëtare, për ligjet e mira që do t'i procedojmë dhe për interesin publik të qytetarëve të Republikës. Më vonë ai doli në shesh për të përshëndetur mbështetësit. Ju faleminderit që sonte dhe jo vetëm sonte, po na bëni dirin verë e politikën pranverë. Partitë opozitare përshëndetën fitoren e vetëvendosjes, ndërsa kreu i Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumir Abdixhiku nuk përjashtoi dorëheqjen pas rezultatit të arritur. LDK ka nevojë për unitet, për reflektim të thellë dhe një fazë të re, të sinqertë brenda vetës. Ka nevojë të dëgjojë më shumë, të hapet më shumë, të rinovohet më shumë e më guzim shumë. Për këtë arsye, duke marrë përgjegjësinë që më takon, si kryetar do të rras menjëherë kuvendin e Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe para tij do të shpalosi e shfrytojmë të gjitha çështjet përfshirë dhe përgjegjësinë time që mbaj unë si kryetar i kësaj shtëpie të demokracisë. E përllogaritur në mandate, lëvizja vetëvendosje do të marrë 56 deputet, Partia Demokratike e Kosovës 23, Lidhja Demokratike 15, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës 6, Lista Serbe 10 deputet dhe pakicat e tjera jo serbe gjithashtu 10 deputet. Rezultati përfundimtar do të bëhet i ditur pas numërimit të votave të diasporës dhe atyre me kusht. Sa i takon pjesëmarrjes, dalja në këto zgjedhje ishte 44.99%, më e lartë se në zgjedhjet parlamentare të 9 shkurtit. Kryeministri Rama e ka uruar Albin Kurtin për fitoren e zgjedhjeve parlamentare të djeshme. Rama e cilësoi rezultatin, një fitore domethënëse dhe e uroi që mandati të përkthehet në sukses për vendin. Kryeministri theksoi gjithashtu edhe rëndësinë e forcimit të marrëdhënieve vllazërore mes Shqipërisë dhe Kosovës, duke uruar bashkëpunim të qëndrueshëm mes dy shteteve. Po citoj, e kam uruar kryeministrin e rizgjedhur të Kosovës për fitoren domethënëse dhe uroj që mandati i konfirmuar nga populli i Kosovës për Albinin dhe për partinë e tij të kthehet në suksese në mbarësi për Kosovën si dhe për marrëdhënien vllazërore mes dy shteteve tona. Gëzuar, shkruan kryeministri Rama. Kryetari i Gjykatës së Lartë Sokol Sadushi tha sot se drejtësia po përballet me një mungesë të theksuar të gjyqtarëve. Kjo ka sjellë dhe vonesa në trajtimin e dosjeve. Një tjetër problem sipas tij mbetet rritja e sigurisë në gjykata. Drejtësia vuan për gjyqtar. Këtë deklaratë bëri kreu i Gjykatës së Lartë Sokol Sadushi në një përmbledhje të vitit 2025, bilanci i cili vuri në dukje se sistemit i duhen edhe 110 gjyqtar.
Mungesa e gjyqtarëve është problemi themelor i sistemit të drejtësisë. Aktualisht janë 307 gjyqtarë efektiv në detyrë, përballë 417 të parashikuar nga struktura organizative. Çka do të thotë se sistemi funksionon me vetëm 73.6% të kapacitetit të tij. Kjo situatë bëhet edhe më shqetësuese nëse merret parasysh se deri në vitin 2028 nga shkolla e magjistraturës parashikohen të dalin jo më shumë se 67 gjyqtarë të rinj. Siguria në gjykata është një problem që duhet adresuar dhe mbetet ende pa një zgjidhje përfundimtare. Në kushtet, kur në gjykatën e përgjithshme të apelit u vra gjykatësi Astrid Kalaja, teksa po merrte një vendim në emër të Republikës, kreu i gjykatës së lartë thotë se siguria meriton një vëmendje të posaçme. Institucionet kanë filluar të tregojnë interes, po jo në atë pritshmëri që ne kemi. Domthonë ka një interesim të shtuar për sa i përket masave të sigurisë nga ana e drejtorisë përgjithshme të policisë, ka një interes të shtuar nga ana e ekzekutivit për të marrë nevojat që ka sistemi për sa i përket infrastrukturës, pra godinave, dhe natyrisht çështjeve të sigurisë. Kërkohet shumë më tepër angazhim. Kreu i gjykatës së lartë u shpreh kritik për mënyrën e zbatimit të reformës në drejtësi, ndonse ka qenë njëri prej hartuesve të saj. Sokol Sadushi tregoi për mediat se një lloj me vitet e shkuara, problem serioz mbetet cilësia e dobët e rekurseve, duke mos kaluar testin e pranueshmërisë në rreth 60% të tyre. Sipas Sali Berishës, kryeministri Rama duhet të japë menjëherë dorëheqjen. Kreu i Demokratë akuzoi Ramën për tenderat e Agjencisë së Informacionit, duke thënë se ai mbrojti vjedhjen e qindra milion eurove nga organizata kriminale e Ergjys Agasit, fjalët e Berishës. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha kërkoi dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama dhe numri 2 të qeverisë Belinda Balluku. Në një konferencë me gazetarët, Berisha deklaroi se Rama nuk mund të qeverisë më vendin pas të dhënave që kanë dalë nga hetimet e SPAK-ut për zvendës kryeministren Balluku dhe tenderat në Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit. Jam sot këtu për të kërkuar dorëheqjen e menjëhershme të Edi Ramës dhe Lubi Ballukut. Sipas Berishës, dosja e Akshit është më e rënda deri tani pasi është cënuar edhe siguria kombëtare, duke u kundërpërgjigjur kryeministrit dhe mbrojtjes që ai bëri një ditë më parë drejtoreshës së Akshit Merlinda Karçanaj. Edi Rama pretendonte se mira e tij apo linda e tij, linda e dytë e tij, se i ka rastisë të trija me Linda, Belinda, Mirlinda, Linda. Po akuzohet se ka përdor fonde. Po ka mbrojtje më të turpshme, kriminale më të turpshme se kjo. Po si mund të akuzoj se ke përdor fonde? Si mund të akuzoj se ka përdor fonde? Akuzoj se ka vjedh fonde, se ka drejtuar një organizatë kriminale me Ergjys Agasin. Për te i betejës me qeverinë socialiste, Berisha foli sot edhe për problemet e vetë Partisë Demokratike. Kryetari i PD-s shfryzoi një takim me departamentin e Brain Gain për të pranuar se të rinj demokratë shkolluar jashtë nuk u përfshin në listat e deputetëve apo forumet drejtuese. Sipas Berishës, zgjidhja për këtë duhet të jetë ndryshimi i statutit. Nuk duhet të jenë zgjidhjet çështje vullnetit të kryetarit apo kryesisë partisë. Jo. Zgjidhjet duhet të jenë garanci statutore. Mungesa e të rinjve në listat për deputet ishte një prej kritikave më të forta ndaj kryetarit Partisë Demokratike Sali Berisha këtë vit, pasi në 11 maj asnjë prej të rinjve nuk ishte në pjesën e sigurt të listave të kandidatëve për deputet. Partia Demokratike nuk e ijdor nga kërkesa për mbledhjen e Këshillit të Imuniteteve dhe të mandateve në parlament përsa i përket çështjes së zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Ndonse më herët shumica është e shprehur se Këshilli i Mandateve do të mblidhet pas 22 janarit, opozita ka depozituar në kuvend një kërkesë të tretë. Në shkres, demokratët kërkojnë që mbledhja të mbahet nesër në orën 11 për të shqyrtuar kërkesën e prokurorisë së posaçme për heqjen e imunitetit të numrit 2 të qeverisë. Më herët, avokati i zëvendës kryeministres Balluku kërkoi 3 javë kohë për t'u njohur me provat, ndërsa struktura e posaçme antikorrupsion dha një afat limit prej 3 deri në 5 ditësh për mbledhjen e radhës, por ky afat tashmë është tejkaluar. Ligji për barazinë gjinore është çuar në gjykatën kushtetuese nga disa shoqata dhe aktivistë. Ata kërkojnë rrëzimin e ligjit me pretendimin se ai cënon familjen.
Koalicioni Pro Familjes e Diaspora për Shqipërinë e Lirë kanë goditur në gjykatën kushtetuese ligjin për barazinë gjinore. Pastori Akil Pano shpjegoi për gazetarët se ky ligj cënon familjen shqiptare, duke u bërë apel gjyqtarëve ta shpallin antikushtetues. Që ky ligj është ligji anti-njeri, anti-familje, anti-zot, anti-liri, ligji që na kthen mbrapsht në kohë tek ligji për agitacion propagandë, ligji që pezullon kulturën, është kundër kulturë, është marksizëm kulturor. Nuk është një ligj shqiptar. Ky ligj duhet shfuqizohet në gjykatën kushtetuese të Republikës së Shqipërisë. Dhe unë dëshiroj t'ju them sot që kjo është një nga betejat e mëdha, është një nga betejat të cilat ne nuk kemi ndërmend të tërhiqemi, pra do ta çojmë deri në fund betejën tonë për të mbrojtur familjen, fëmijët dhe lirinë. Koalicioni Pro Familjes e Diaspora për Shqipërinë e Lirë nuk janë të vetmit kritik të ligjit për barazinë gjinore. Partia Demokratike ka dalë kundër tij duke paralajmëruar se do ta çojë këtë ligj edhe në referendum për ta shfuqizuar. Komunitetet fetare gjithashtu janë pozicionuar kundër ligjit për barazinë gjinore. Kritikat që kanë shoqëruar miratimin e këtij ligji lidhen me konceptet që janë sanksionuar për gjininë. Sipas kundërshtarëve, këto parashikime krijojnë shtrat ligjor për një shoqëri me shumë gjini, duke goditur familjen shqiptare dhe 2 gjinit burrë grua. Por ata që kanë mbështetur ligjin argumentojnë se ka vetëm 2 gjini, burrë e grua, e ky draft jep vetëm garanci për mos diskriminimin. Shoqata e pasurive të paluajtshme i ka bërë kërkesë presidentit të Republikës që të dekretojë ligjin për rivlerësimin e pronave. Grupet e interesit shprehin shqetësim në këtë mënyrë se po pengohet votimi në fletoren zyrtare, po pengohet hyrja në fuqi nga 1 janari dhe nxjerrja e akteve nënligjore, duke krijuar sipas tyre pasiguri dhe tension në tregun e pasurive të paluajtshme. Po citoj: "Ka një vit e gjysmë që është dërguar propozimi i shoqatës, pavarësisht se ka shprehur në mënyrë konstante rezerva për masën e tatimit 5% për banesat, pavarësisht se ka ngritur pikpyetje mbi zbatueshmërinë e amortizimit 1% në vit vjetërsi. Shoqata beson shumë se një vonesë mëtejshme e dekretimit të këtij ligji do të sjellë efekte shumë më negative", thuhet në kërkesën e shoqatës së pasurive të paluajtshme. Shfaqja e një rasti me sëmundjen e fruthit tek një fëmijë 3 vjeçar ka bërë që mjekët të shprehin shqetësim për uljen e mbulesës vaksinale. Sipas bluzave të bardha, sëmundja mund të shkaktojë pasojë të rënda deri në fatalitet. Një fëmijë 3 vjeçar është shtruar prej disa ditësh pranë pediatrisë infektive në QSOT pasi është diagnostikuar me fruth. Sipas mjekëve, fëmia ka lindur jashtë vendit dhe nuk ka marrë asnjë nga dozat e vaksinës së detyrueshme për mbrojtje ndaj virusit të fruthit. Rasti i fundit i konfirmuar me fruth është një fëmijë i cili ka lindur jashtë vendit, ka ardhur në Shqipëri, por nuk i ka aplikuar vaksina duke filluar nga mosha 6 muaj edhe më tej. Prindit e mbajnë në shtëpi dhe në një moment caktuar fëmia duhet të ketë rënë në kontakt me këtë virus, i pa vaksinuar. Normalisht po të kishte aplikuar dozën e parë të vaksinës nuk do të ishte infektuar dhe fëmia ka shfaqur shenja klinike, është dhe i shtruar normalisht në qendrën spitalore universitare në Tiranë. Prindit e tij fatmirësisht nuk kanë normalisht shenja klinike sepse janë të vaksinuar dhe nuk ka patur persona të tjerë që mund të jenë infektuar sepse fëmia nuk frekuentonte çerdhet. Vitet e fundit mbulesa vaksinale ka rënë me 92% nga 95%. Për këtë arsye nuk kanë munguar as rastet të vegjëlve të infektuar me fruth. Gjatë vitit të 2025 u konstatuan 18 raste me fruth, ndërsa një vit më parë ishin 24 raste të konfirmuar. Në kalendarin tonë të vaksinimit, fruthi aplikohet me 2 doza. Doza e parë në moshën 1 vjeç dhe doza e dytë në moshën 5 vjeç. Për shkak të uljes së mbulesës vaksinale me 2 doza nga 95% sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, ne kemi në vitet e fundit 92% dhe ulja e kësaj mbulese vaksinale ka çuar në shfaqje në rasteve sporadike me fruth. Gjatë vitit të fundit 2025, nga periudha janar deri aktualisht, kemi 18 raste me fruth të konfirmuara, të cilat kanë qenë kryesisht në Fier dhe në Tiranë, raste sporadike, pikërisht tek fëmijët të cilët kanë qenë pjesa më e madhe e tyre të pavaksinuar ose vetëm një pjesë e vogël e tyre të vaksinuar vetëm me 1 dozë. Fruthi është një sëmundje ngjitse e cila mund të sjellë pasoja të rënda për fëmijën duke shkaktuar kështu pneumoni, infeksion të trurit, verbim, madje mund të çojë dhe deri në vdekje. Mjekët vazhdimisht apelojnë për kryerjen e vaksinimit të fëmijëve sipas kalendarit përkatës.
Sot vëmendja e publikut do të jetë në Vision Plus, është gjysmëfinali e fundit e spektaklit të talenteve, ku premtohet spektakël dhe surpriza. Publiku do të mësoj se cilët nga konkurrentët e mbetur do të prekin finalen e madhe. Rrugëtimi i konkurrentëve të spektaklit Albania's Got Talent po i afrohet fundit. Sot do të mbahet gjysmëfinali e 4, nga e cila do të shpallen edhe 2 finalistët e radhës. Një mbrëmje emocionesh të bukura, por edhe plot të papriturave, do të transmetohet në ekranin e Vision Plus. Teksa ka mbetur vetëm pak deri në finalen e madhe, publiku pret me padurim se kush do të jenë 2 talentet e mbrëmjes që do të bashkohen finalistëve të zgjedhur nga 3 gjysmëfinalet e mbajtura, por edhe atyre që janë bërë pjesë përmes butonit të artë në netët e audicioneve. Këto përzgjedhje mbeten sfiduese për Agron Llakajn, Adelina Ismailin, Elsa Lilën dhe Castro Zizon, pasi do të duhet të përzgjedhin mes më të talentuarve. Roan Bejleri. Edhe kjo gjysmëfinale e 4 premton surpriza dhe performanca që vetëm spektakli Albania's Got Talent di të sjellë. Edhe të garës, konkurenca e fortë, si dhe dëshira për të qenë pjesë e finales, do t'i bëjë 10 konkurrentët e fundit të japin më të mirën e tyre. Ndaj, mos e humbisni këtë gjysmëfinale të Albania's Got Talent, ku jo vetëm do të shihoni një spektakël të vërtet, por do të zbuloni edhe 2 finalistët e fundit në orën 21 vetëm në ekranin e Vision Plus. Këto ishin lajmet kryesore për sot, e hënë 29 dhjetor. Ju urojmë përmet këndshme.